Urimi të gjithëve dhe Kristuar. Përshëndetje të gjithëve. Së pari ju falenderoj për prezencën tuaj. Së dyti, nëpërmjet jush që jeni këtu në stallë, do doja t'ju uroja të gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin. Pa dyshim që këtu u thanë shumë gjëra për mësuesit, për shkollën shqipe, për traditën tonë mësimdhënie, për rolin që ka pas në fakt Fieri në vite, ku kanë nxjerrë me dhjetra student, shumë të mirë, cilët kanë bërë emër në shumë konkurse, olimpiada kombëtare, një pjesë prej tyre edhe ndërkombëtare, dhe padyshim kjo është meritë të gjithë pleradës së mësuesve tanë në vite. Ne sot u përpoqëm në bashkëpunim edhe me drejtorinë arsimore, që në mënyrë simbolike, në fakt, të bënim disa, le të themi, nderime, por unë në fakt e kuptoj shumë mirë që kur vjen puna për bërë një listë, qoftë edhe simbolike me emra, padyshim që sensibiliteti rritet shumë, sepse është njerëzore që kushdo mund të thotë, po unë pse si isha aty? Po mua pse nuk më dha një certifikat? Po unë pse nuk më vlerësova? Por ju garantoj që pavarësisht se ne munduam që të bëjmë një përzgjedhje në 3 kategoritë, siç ju e pat, nga 10 mësues, ju siguroj që të gjithë pa përjashtim, kanë vlerësimin ton maksimal. Dhe për këtë do doja që merrja një duartrokitje nga të gjithë. Ne jemi munduar që vazhdimisht gjatë këtyre viteve shkollën ta kemi në qendër të vëmendjes dhe të investimeve të bashkisë. Dhe në fakt sot mund të them me kënaqësi dhe me krenari që po vazhdojmë në këtë drejtim. Edhe sot që flasim, jemi duke punuar në disa shkolla në Bashkinë e Fierit, ashtu siç kemi planifikuar edhe disa të tjera që vazhdimisht kanë nevojë për ndërhyrje, për rikonstruksion, dhe do dua t'ju garantoj që asnjëherë shkollat dhe mësimi në bashkinë tonë nuk do të ngelet jashtë vëmendjes. Ndaj edhe një shumë faleminderit, gëzuar 7 marsin për gjithë zonjat që janë këtu, motrat, nënat, gjyshet, gëzuar edhe 8 marsin, se në fakt është një festa që gjithmonë shkojnë bashkë, dhe ne sajnë të menduar në bashkë. Dhe më lejoni t'ju them që është momenti që unë të përulem me shumë respekt ndaj të gjithë pleadës së mësuesve, ndaj të gjithë ju që jeni këtu, ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me vite dhe fatkeqësisht nuk janë më midis nesh, por edhe ndaj atyre që kanë dalë në pension, por prap janë burim frymëzimi, jo vetëm për ju si ndoshta mësues që vazhdoni ta ushtroni profesionin, por për gjithë brezat, për gjithë nxënësit në vite. Ndaj edhe njerë nderim, respekt pafund për gjithë mësuesit.